Arbër Hoxha ishte një nga më të mirët në fushë të Dinamo Zagrebit në triumfin 3-1 të arritur ndaj Fenerbahçes në duelin e vlefshëm për Ligën e Europës. Futbollisti shqiptar asistoi te goli i dytë i shënuar nga Belio, ndërkohë që realizoi 21 pasime të sakta, fitoi 9 duele me kundërshtarët dhe arriti të finalizonte 5 driblime të suksesshme. Gjithashtu Hoxha dhuroi dhe një pasim kyç, teksa u vlerësua me notën 8.2 nga faqja e specializuar e statistikave SofaScore. Me këtë paraqitje, Arbër Hoxha tregon se është gati të bëhet një nga lojtarët më të rëndësishëm të Dinamos në aventurën europiane.